Martesa e pandashme. Jezusi u qua prej andeje shkoi në krahinën e Judejes dhe në anën për te Jordanit. Prap u mbyll rreth tij një turm e madhe popull dhe ia përsërisnin t'i mësonte siç e kishte zakon. Atëherë ju ofruan farizejt e për të sprovuar e pyetën: a ka leje burrit ta lëshoj gruan? Ai u përgjigji: çka ju urdhëroi Mojsiu? Ata i përgjigjen: Mojsiu lejoi të shkruhet letra e divorcit e të lëshohet. Jezusi u tha: atë rregulltare Mojsiu e shkroi për ju për arsye të kryen qesis i suaj, por në fillim të botës hyi e krijoi mashkullin e femrën. Prandaj njeriu do të lërë babën e vet e nanën e vet e do të bashkohet me gruan e vet, e kështu të dy do të jenë në një trup i vetëm. Këndej pra nuk janë më dy, por një trup i vetëm. Prandaj çka bashkoi hyu njeriu të mos guxojë ta ndalë. Në shtëpi nxënësit e pyetën përsëri për të njëjtën gjë. Ai u tha: kush e lëshon gruan e vet e merr një tjetër bën kuror thyrjen kundër së parës. Po që sjellë grua e lëshon burrin e vet e martohet me një tjetër bën kuror thyrjen. Jezusi bekon fëmijën e vegjël. Ia sollën fëmijë që vinte dorën mbi ta, por nxënësit ju ndalonin. Jezusi kur e pa i erdhi keq dhe u tha: lëni fëmijët të vinë tek unë, mos i ndalni, sepse atyre u përket mbretëria e hyjit. Për një mend po ju them, kush nuk e pranon mbretërinë e hyjit, por si fëmia i vegjël nuk do të hyjë në të. Atëherë i mori fëmijën gryk dhe i bekoi duke vënë dorë mbi ta. Djaloshi pasanik. Kur doli në rrugë, njëri u lëshua, vrapra në gjunjë para tij dhe pyeti: mësues i mirë, çka duhet të bëj për të fituar jetën e pasosur? Jezusi u përgjigji: pse më thua i mirë? Askush s'është i mirë përveç një hyj të vetëm. Urdhërimet e tij: mos vra, mos te kuroren, mos vet, mos dëshmorëshëm, mos bë kurrë pa drejtësi, ndero babën e nënën. Ai u përgjigji: mësues, të gjitha këto i kam zbatuar që prej rinjësisë ime. Atëherë Jezusi e shikoi ëmbël i pëlqeu dhe i tha: të mungon edhe një gjë, shko, shi çka ke, ndaj ju skamnorëve do të kesh thesar në qiell. Atëherë ktheu e eja pas meje. Djaloshi u prish kur e dëgjoi këtë fjalë, e i trishtuar u largua sepse kishte prona të shumta. Jezusi pasi e holli shikimin përreth, u tha nxënësve të vet: sa vështirë do të hyjë pasaniku në mbretërinë e hyjit. Nxënësit mbetën shtang të habitur prej këtyre fjalëve të tij, por Jezusi foli me përsëri dhe u tha: bijtë e mi, sa vështirë është të hyjë në mbretërinë e hyjit. Më lehtë është të përshkohet gamilja nëpër vesh të gjilperës, se të hyjë i pasuri në mbretërinë e hyjit. Nxënësit çuditshën edhe më tepër dhe thoshin njëri tjetrit: atëherë kush do të mund të shëlbohet? Jezusi u nguli syt dhe tha: sa për njerëz një mend është punë që zbehet, por jo për hyjin. Hyji mund të bëjë gjithçka. Atëherë Pjetri mori fjalën e tha: që ne lam çdo gjë, erdhëm pas teje. Jezusi u përgjigji: për të vërtetë po ju them, s'mund të
ketë asnjë njeri që la për shkaktimin e për shkak të ungjillit shtëpinë, ose vëllezërit, ose motrat, ose nanën, ose babën, ose fëmijët, ose orat, e të mos marrë tani në këtë botë, edhe pse me salvime 100 herë aq shtëpi, vëllezërit, motrat, nanën, fëmijët, orat e në botën e ardhshme jetën e pasosur. Shumë asisht do të jenë të partë e do të jenë të spramës, ndërsa shumë të spramës do të jenë të parët. Jezusi për të tretën herë e paralajmëron vdekjen dhe ngjalljen e vet. Ishin në ullën e udhtim e po ngjiteshin në Jeruzalem. Jezusi u printe nxënësit çuditeshin, por e ndiqnin edhe pse me frikë. Jezusi rishtas i mblodhi rreth vetes. Në 12 e filloi t'u tregoj se çka do të t'i ndodhë, që se po ngjiteni në Jeruzalem e Biri i Njeriut do të dorëzohet kryepriftëve e skribëve. Ata do të dënojnë me vdekje e do të lëshojnë në duart e paganëve, do ta vënë në lojë, do ta pështyjnë, do ta fushkullojnë e do ta vrasin, por ai pas 3 ditësh do të ngjallet. Kërkesa e Jakobit dhe Gjonit. Atëherë Jakobi e Gjoni bijtë e Zebedeut ju afruan dhe i thanë: Mësues, dëshirojmë të bësh për ne çka po të kërkojmë. Çka dëshironi? O, tha Jezusi, të bëj për ju. Ata i thanë: veç në lavdin tënde të rrijmë, njeri në të djathtën e njeri në të majtën tënde. Jezusi ju përgjigj: nuk di çka lypni, a jeni të zot të ta pini gotën që unë e pi, ose të pagëzoheni me atë pagëzim me të cilin unë pagëzohem? Jemi të zotët, ju përgjigjen ata. Jezusi vijoi: vërtet do të pini gotën që unë e pi dhe do të pagëzoheni me pagëzim me të cilin unë pagëzohem, por të vendokënd të më rrijë në të djathtën ose në të majtën time, kjo nuk është në pushtetin tim ta jap kjo gjë. U përket atyre për të cilën është bërë gati. Kur e morën vesh, 10 tjerë të hyrruan në Jakobin e në Gjonin. Prandaj Jezusi thëri përreth dhe u tha: ju e dini se ata që mbahen me sundues të popujve i sundojnë me ashpërsi dhe qeveritarët e tyre ushtrojnë mbi ta pushtetin e tyre. Kështu veç nuk duhet të jetë ndër ju. Përkundrazi, kushdo prej jush që do të jetë i madh, le të bëhet shërbëtori i juaj, dhe ai që prej jush do të jetë i pari, le të bëhet skllav i të gjithëve, sepse Biri i Njeriut nuk erdhi për të qenë shërbyer, por që ai të shërbejë e të jap jetën e vet si shpërblim për të gjithë. Shërimi i Bartimeut të verbët. E arritën në Jerihon. Kur Jezusi po dilte prej Jerihonit bashkë me nxënësit e me një turm të madh populli, biri i Timeut, Bartimeut i verbët, rinte në anë të rrugës. E lypte, po sa mori vesh se ishte Jezusi Nazareas, filloi të bërtas: Jezus, biri i Davidit, ki mëshirë për mua. Shumë kush e qortonte të heshte, por se ai bërtite edhe më fort: biri i Davidit, ki mëshirë për mua. Jezusi zuri vend dhe tha: të i rëni. Ata i bën zë të verbit dhe i thanë: mos u tremb, qohu se po të thërret. I verbiti
Holli mantelin e vet, me njëherë unë ngrit dhe shkoj te Jezusi. Jezusi e pyeti, çka dëshiron të bëj për ty? Rabuni që ata shoh, përgjigji i verbërti. Jezusi tha, shko lirisht, feja jote të shpëtoj, dhe për aty pa e u vu të udhtoj mbas Jezusit.